Pas kronikës së transmetuar në Blu Televizion vetëm 2 ditë më parë, kanë rinisur punimet për qendrën eksperimentale në Shamojin, që ka të bëjë me murin rrethues të saj. Ajo çfarë shihet edhe në pamje, kanë rinisur punimet kryesisht në vendosjen e kangjëllave mbrojtëse në një pjesë të murit rrethues. Ajo që mbetet ende për të parë është vijimi i këtij projektit. Në tabelën informuese sinjalizohet se punimet zgjasin 3 muaj, por nuk ka një afat për nisjen e tyre dhe përfundimin e këtij projekti. Ajo dhe çka nuk dihet ende ka të bëjë edhe me faktin nëse kangjëllat mbrojtëse do të vendosen në gjithë gjatësinë e këtij projekti apo do të mjaftohet vetëm me vendosjen në një pjesë të saj. Mbetet për të parë në vijim. Natyrisht që Blu Televizion do të vijojë ta ndjek vijimin e këtij projekti. Pas kronikës së transmetuar vetëm pak ditë më parë në Blu Televizion, kanë rinisur punimet për projektin e ndërtimit të murit rrethues në qendrën eksperimentale në Shamojin, pjesë e njësisë administrative Novosel. Rikthimi i punimeve vjen në një kohë që përkon edhe drejt për drejt me publikimin e kronikës problematike, çka ka ngjallur dyshime se ndërhyrja ka nisur pikërisht pas vëmendjes mediatike. Aktualisht punimet kanë prekur vetëm një pjesë të murit rrethues, konkretisht me vendosjen e kangjëllave metalike, ndërsa nuk vihet re një progres i plot apo i shtrirë në të gjithë perimetrin e projektit. Pamjet nga tereni tregojnë një aktivitet të kufizuar, i cili më tepër ngjan me një rifillim simbolik të punimeve, sesa me një zbatim të plot të projektit sipas planit të parashikuar. Ajo që mbetet ende e paqartë është mungesa e transparencës lidhur me afatet kohore të këtij projekti. Megjithëse në tabelën informuese në kantier thuhet se punimet do të zgjasin 3 muaj, mungojnë plotësisht të dhënat për datën e nisjes dhe ato të përfundimit, duke mos ofruar asnjë informacion të saktë për qytetarët, por edhe për institucionet mikqyrëse. Sipas të dhënave zyrtare, vlera e projektit arrin rreth 16 milion lekë të rinj, një shumë e konsiderueshme për një investim që deri më tani paraqitet me curi të paqartë e me ritme të ngadalta. Mbetet për të parë nëse punimet do të vijojnë normalisht në ditët e ardhshme, nëse projekti do të përfundojë brenda afateve të parashikuara, apo nëse do të mbetet sërish pezull.